sigurisht që realizimi i kushteve që kërkon konferenca ose që ka propozuar konferenca, flasim këtu për rekomandimet, nuk mund të matet me kohë, por mendoj se është fillimi i një politike e cila duhet të ndiqet për të realizuar ato ide që tham më sipër për muzikën shqiptare. Muzika shqiptare ka nevojë ende të riinstitucionalizohet, ka nevojë ende për ne duhet të kemi patjetër bibliotekën kombëtare të muzikës, ne duhet të kemi ndoshta një muze që t'i kushtohet muzikës si një art mjaft i dashur dhe mjaft i ushtruar nga populli shqiptar. Ne duhet të kemi një shtëpi botuese shtetërore e cila të ndihmoj ata që s'kan mundësi për të botuar, për të edituar partiturat muzikore, gjë që mungon aktualisht, dhe njerëzit i bëjnë, kompozitorët i hartojnë partiturat në rrugë private. Këto rekomandime janë shumë të domosdoshme, mendoj se ato nuk kanë kohë, ato janë të gjithkohshme, sepse në rast se do t'i lexojmë, do t'i rikthehemi vite më vonë, brezat do ta kuptojnë që janë po aq aktuale, janë të çdo kohe. Janë të çdo kohe sepse gjithmonë ka nevojë për përsosje. Qoftë në arsimin kulturor muzikor, qoftë edhe në mënyrën e shfaqjes muzikës si arti, edukimi dhe argëtimi, por edhe si shkencë.